mos të harrojmë faktin që politika shqiptare, besoj se kësaj radhe do të jetë pak më e rezervuar lidhur me ambasadorët, ose me ambasadorët në fjalë, sepse dhe zoti Rama nuk duhet të kuptohet nga populli shqiptar që do të ketë disa vështirësi të vogla, përfshi dhe jo pse edhe Porto Romanon, sepse diçka nuk ka shkuar mirë edhe atje. Porto Romanon ai, po tani ta kam thënë besoj, shtypi frena, shtype gazin, pasojat janë të tua, të doli nga senati, po nuk e besoje. Po kishte edhe nga ata që i thanë që mos bëhet pjesë e klubit, do bëhet pjesë e klubit të gjatëve. Po, mos harro dhe një fakt tjetër, ambasadori amerikan që do vi, sigurisht do të respektoj protokollet, do të shkoj te presidenti i Republikës, do të shkoj tek kryetari i qeverisë, do të shkoj tek kryetari i kuvendit, do shkoj tek institucionet kushtetuese, por shiko tani se si do duket në rast se ai është me të gjatët dhe merret me pushtetin, në rast se nuk do shkoj te Sali Berisha. Pra, në rast se ambasadori amerikan vjen edhe fillon edhe vazhdon lojën e Yuri Kim, dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në total tani e tutje do kenë një qasje tjetër lidhur me opozitën në Republikën e Shqipërisë. Te Berisha nuk shkon ai sepse është non grata. Po në çdo moment non grata, shiko, non grata për mua ka ikur që në nëntor të 2025-s. Si amerikanët flasin me letra. E ma mend ti, të kam dhënë unë një informacion dhe po shko ta kërkosh në sistem, nuk e gjen. Unë jam i bindur që në një moment të caktuar vetë administrata do të reflektojë dhe besoj ka reflektuar, po thjesht të ndikuan shumë luftra ose ndërhyrje të ndryshme që ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe politika ndërkombëtare, sepse e mamen mos gaboj që të kam thënë me ardhin e Trumpit, një vjeçarin e parë, siç ishte, dhe një vjeçari i dytë, pra mandati i radhës, do të merret me Ballkanin Perëndimor. Pra, samiti i NATO-s në Shqipëri 2027 nuk kupton epokën e re të Shtetit Bashkuar të Amerikës lidhur me zhvillimin e politikës së saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra, një ambasador për Ballkanin më shumë. Po është një ambasador për Ballkanin sepse edhe mënyra se si ata kanë vepruar duke emëruar sigurisht që jep qartësi një pothuajse në anë profesionale, sepse në rastin konkret ju keni një ambasadore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Athinë, e cila ka drejt për së drejti komunikim me Trumpin, po kur them drejt për së drejtin është sikur flas unë me ty, më kupton? Alo, si ja kalove mirë? Pra, këtë lloj komunikimi ka me zotin Trump, dhe nuk ka pse të shkoj të flasi me departamentin amerikan, në departamentin të shkoj të njoftoj presidentin, kur shkoj më lajmi ka ikur koha, ndërsa nga ana tjetër ke një person i cili është në fushën e tij profesionale, i cili është edhe ushtarak dhe kur do të ketë një problem të mundshëm në Ballkanin Perëndimor, sigurisht që edhe ky ambasador do të jetë e gatshëm të komunikojë edhe me kolegen e vet në Athinë. Pra, shmang i qika të Cazani u shmang, nuk kam djenita për investimin e presidentit familjes. Edhe njerë, Cazani për mendimin ti mund ta kam thënë, po se besojnë shqiptarë, sepse shqiptarët besojnë tek ajo që çfarë shkëlqen është Flori, po gjithsesi është punë, është koncept individual pastaj kjo sa Flori është, sa vazhdon Flori të shkëlqej kur është jo Flori. Por ju do të keni parasysh diçka shumë të thjeshtë për opinionin publik që të kuptohet. Ne, si shqiptar, vdesim për laika, pra nga amerikanët. E përdori dhajt, do ju thoja, Skënderbeu na bëri çik qefi. Po, ne patriot jemi 28-29, kaloj 28-29, hajde Amerikan, Gjerman, Turk, këtu, hajde bot çdo shpirti, hajde Yuri Kim edhe na thu nga mis deri në darkë pralla. Tani, duhet keni parasysh diçka shumë të thjeshtë. Mënyra se si procedohet me rastin e një ambasadorit amerikan, kësaj radhe do jetë pak ndryshe, por ambasadori amerikan nuk do të përfaqësojë, edhe një herë po e them, që mos ta harrojmë,
interesat e zotit Trump. Zoti Trump është në mandatin e fundit, nuk ka pas ti asnjë person që mund ta zëvendësojë në aspektin e ardhjes familjare. Zoti Trump dihet që në rast se do të vinë demokratët amerikanë në pushtet, do të ketë shumë, pothuajse për mendimin tim, luftë të madhe, sa i ka hapur shumë vatra zjarri, dhe mos harroni se asnjë ambasador nuk mund të fusë veten e tij në burg për interesat e familjes Trump. Mirë, zonja Yuri Kim shpëtoi sepse pati mundësinë të shpëtonte, por zonja Kim, për mendimin tim, para se të vinte në Tiranë, kishte bërë dhe gabime të tjera në vende të tjera. Ja falën, po në fund fare i thanë që ti nuk meriton të jesh pjesë e Departamentit Amerikan të Shtetit. Por, si Yuri Kim, në çdo moment mund të ketë në Republikën e Shqipërisë si ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës. A është ambasadori zotëria që do vi? I tillë nuk e di sepse duhet ta shikoj nga afër në kuptimin çfarë lëvizjesh do bëj. Në rast se ky ambasador do bëj lëvizje sipas interesit të grupeve të caktuara, se fillimisht